Bashkia e Tiranës po përfundon investimet në rrjetin e ri të furnizimit me ujë të pishëm për rreth 5.000 banor të zonës së Doganës, e cila kushtozohet nga rrugët 29 Nëntori, zografët si dhe Teodor Keko. Bashkia e Tiranës po përfundon investimet në rrjetin e ri të furnizimit me ujë të pishëm për rreth 5.000 banor të zonës së Doganës, e cila kufizohet nga rrugët 29 Nëntori, zografët dhe Teodor Keko. Erion Velia ka inspektuar dje në mbrëmje punimet e UKT-s, nga ku ka nënvizuar se ky investim po kryhet paralelisht me procesin e urbanizimit të zonës. Një vit më parë, kur ne filluam misionin ton Bashkinë e Tiranës, Tirana kishte mesatarisht 7 deri në 8 orë ujë në ditë. Sot ka 12 deri në 13. Nuk është perfekte, por është thuajse 2 herë më mirë dhe besoj që nëse do të vazhdojmë me këtë ritëm me ujësielës kanalizimet e Tiranës, do të shkojmë drejt fundit mandatit me një Tiranë që ka thuajse 24 orë ujë të pishëm, është mirë për banorët, është dhe mirë për estetikën e qytetit me gjithë depozitat që tashmë në disa zona kanë filluar të reduktohen. I bëj thirrje gjithë qytetarëve, gjithashtu të përfitojnë nga lehtësia që ka ofruar UKT-ja e Tiranës, e cila për të gjithë debitorët që kanë përdorur ujin e pishëm ndër vite, disa herë duke e marrë në mënyrë të palishme, por gjithsesi e faturuar, duhet të fillojnë ta paguajnë. Dhe lehtësia që ofron UKT-ja është që ta bëjnë këtë me këste. Mjafton të paguajnë 2.000 lekë dhe faturën e muajit, dhe ne nuk i quajmë më debitor dhe nuk ju faturojmë më kamat, por i trajtojmë si qytetarë që po përfitojnë nga një ofertë